Përshëndetje nga sofra shqiptare. Kam sjellë mënyrën se si përgatis unë vesh për doner, kebab, iskender, kebab, në përgatitje shumë shpejt. I sheshëm, nuk keni nevojë që të bleni jashtë në qytet. Kjo është një ndër mënyrat më të mira të përgatitjes. Besoj se kam i pëlqyer. Filloj me përgatitjen. Këtu kam 1 kilogram me mish viçi të bluar. Ja shtojna 2 qep, cilat i kemi bërë në blender dhe më pas i kam kulluar mirë në kulluese, 2 qep mesatare. Ja shtojna 200 gram me ujë kokës apo shmang. Shtojna 70 ml me vaj. Tu kam melmeza, 1 lugë e gjysmë gjellës me biber të koq, 1 lugë gjelle me vegej, 1 lugë të mesme me krip, 1 lugë të mesme me biber të zi, gjysmë lugë të mesme me hudhër bluar, 1 lugë gjelle me origano dhe 1 lugë e gjysmë të gjellës me magdanos. Përgatitja është shumë e thjeshtë, nuk ju merr shumë kohë. Tash bëjmë përzierje. Përzit mosën kështu. Sa më gjatë që bëhet përzierja, aq më mirë do jetë. Shumë thjeshtë, bën shumë shishme, nuk keni nevojë që të bleni të gatshme. Shija do i del tamam sikur që kur të shkoni në Turqi, kur të konsumoni doner kebab apo iskender kebab, është mënyra e njëjtë e përgatitjes së mishit. Ndohem që ta përzij masën dikon rreth 5 minuta. Kam bërë përzierjen mirë. Ju mund të përgjysmoni masën e mishit apo të dyfyshoni, varet se sa keni nevojë që të përgatisni. Marrim 1 letër për pjekje në masi të tepsisë ku do bëni pjekjen e tyre. Dhe kalojmë kështu nga masa e përgatitur dhe fillojmë në fillim që masën ta përhapim me dorë. Dikon rreth 200-250 gram vendosim në letër. Letrës sipër masës vendosi përsëri 1 letër masisë një dhe masën nduhet në fillim ta përhapit me duar në përgjithë si përhapin e letrës, pak në anë të shkopit. Vërtet është një përgatitje shumë e lehtë e mishit. Kështu. Kjo është një ndër teknikat më të lehta të përgatitjes. Kam përhapur pothuar në gjithë sipërfaqen e letrës masën, tash e largoj letrën e dytë. Letra e dytë përsëri do na nevojitet, tash bëjmë rrokollisje. Kështu në formë të një rolle. Rollën e formuar e vendosim në tepsin ku do bëjmë pjekjen. Kështu një tepsi drejtkançe shumë e përshtatshme. Në mënyrën e njëjtë vazhdojna tutje me formimin e rollëve tjera. Kështu në fillim e përhapim me dorë, më pas ja vendosi letrën për pjekje sipër me anë shkopit. Vazhdojmë tutjen në mënyrë të njëjtë. Vendosim dhe rollën e fundit, që se nga jo mase mishit kanë fitu 4 rolle. Tash e vendosim në furrë të nxehtë për pjekje në temperaturë 220 gradë rreth 25 minuta. Kam largu nga furra, janë pjekur mjaftueshëm, tash i lojmë të tohen vetëm për 5 minuta. Tash marrim dhe i largojmë kështu nga letra për pjekje, pjesë të mishit. Në këtë mënyrë i largojmë të gjitha.
Tash se përjashtoj këto 100 gram me yndyrë, me djallë, më mirë, ose t'lyj, shumë mirë dhe t'lin lope. Mund që përdorni dhe margarin, kurse vaj, ase se nuk bën që të përdorni. Hedhe, kështu. Pas ja kam hedhur gjallën, përsëri mishin do e kthej në furrë, mirë po do bëj pjekjen kështu, domatëve, specave dhe qep do vendosi dhe do i fus në furrë, temperaturë 200 gradë për 10 ose 15 minuta. Gatisim salcën për lyrjen e bukëve. Këtu kam 200 gram me vaj kosi, ja shtoj dhe 2-3 lugë gjelle me majonez. Shtoj 2-3 thelbi me hudhër, cilat i kam coptuar në copsa të vogla. Shtojna veget ose krem, varet nga dëshira juaj. Shtoni sipas dëshirës dhe i shtojmë pak biber të kuq. T'jep një ngjyrë pak më të mirë dhe vetëm se bëjmë përzierje. Kam larguar nga furra dhe buka është gati. Ja, vërejmë edhe vet. Ka dalë buka shumë e mirë. Bëjmë hapjen në një pjesë. E lidh me salcën e përgatitur, pjesën e poshtme të bukës. Kaloj kështu nga mishi, bëjmë shprishjen e mishit. Qepët gjysmë të pjekura, kështu, i prej në copsat vogla. Dhe domatën do e prej. Ashtu dhe bëjmë prejjen e specave në feta. Dhe doner kebabat janë gati për konsumim. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë doner kebab, ju bëft mirë, mirë mbeqi nga sofra shqiptare dhe në recetën e radhë.